Nënë e 3 fëmijëve, kjo është 42 vjeçaria e cila u ekzekutua nga pronari i furrës së Bukës në Vushtri. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në fshatin Stanovc të Vushtrisë. Një burrë dhe një grua janë gjetur pa shenja jete. Autoritetet e vendit kanë konfirmuar se një grua e moshës 42 vjeç është vrarë marmëzjari nga një burr i moshës 58 vjeç. Më pas, i dyshuari për vrasjen e gruas ka kryer vetvrasje. Rreth orës 16 tek nënkalimi i fshatit Stanovc në Vushtri, autoritetet kanë identifikuar 2 trupa të pajetë. Nga mediat është mësuar ekskluzivisht se gruaja e vrarë është 42 vjeçaria Nexhmie Mysliu Haradini. Ajo është vrarë marmëzjari nga Arsi Morina, i cili më pas vrau veten. Ai është pronari i furrës Djellza, ku kishte punuar më herët gruaja. 2 viktimat nuk kanë pasur asnjë lidhje familjare përveç faktit se ndjera ka qenë punëtore në këtë furrë. Nga mediat mësohet se ajo ka qenë e martuar dhe ka lënë pas vetes 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë. Djali i moshës 18 vjeç, ndërsa 2 vajzat e mitura.